ehli sunna wal jamaa selefiyun, ummeti forcohet duke ju bind prisëve musliman. Kështu është, ka qenë edhe në të kaluarën, pavarësisht nëse janë zullumçar, nëse janë gjunaqar. Kjo është akide ehli sunna dhe nuk i trembëm kësaj. Dhe kjo nuk absolutisht nuk dëshmon që ne jemi servil. Absolutisht, përkundrazi. Jenë hoxhallar të këtyre që në momentet caktuar kanë takuar edhe Gaddafin. Pasha Allahun, hoxhallar të tyre i kanë takuar edhe Gaddafin. Këta mbrojnë edhe Yusuf al-Qardawin. Yusuf al-Qardawi ka është takuar me Besharin. Është takuar me Gaddafin. Salman Auda ka shku në Libi, ka lavdru Gaddafin. Taku me Sejfullah, me djalin e Gaddafin, ka lavdru, e ka ngrit. Dërsa në atë kohë librat e Sheikh Rebis kanë qenë të ndaluara në Libi. Kanë qenë ndaluara. Pra kjo është çështje fesë. Pra çështja sigurisë është Rabbi ja'al hadha baladan, bëuni njerëz logjikshëm. Mos u mashtroni mas njerëzve që kanë itiqad dhe bindje të xavarizhve. Kemi bindje.